Edhe 5 minuta i ka lindja e diellit, ka dal gjumi tash. 5 minuta lindja e diellit, çka me bë? Këtë 5 minuta e ki. A din çka bën o musliman? Nëse gjithë qysh ki nevojë me shku në WC, shka shpejt, sa ma shpejt. Po në qofë se pret, nuk të ban shumë presion, atëre leje ma vonë. Ma në qofë se shumë të bë problem, urinimi, shkure në WC, atëre urina mas pari, po shkak se nuk është mirë më falë në qatë presion. Nuk mund shmo koncentru. Kështu ka thonë Rasulullah a.s. Mirë po në qofë se puna e WC-s pret, atëre qu edhe merë vodu. Qysh me marë vodu? Shpejt, veç ka njëherë, krejt ka njëherë, avdes, ama krejt ka njëherë, të tanat. Edhe quhesh, falësh, sa ma shpejt, qysh sa ma shpejt, për shambull, në qofë se për një me je keq me ko, ka me veç pak ko për lindjes, atëre veç tu Allahu Akbar, edhe e nis drejt, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe lexon veç elhamin, kur gja mas elhamit, edhe bjen ruku. Këshër, monall që me mëri një reqat para lindjes. E mërive një reqat para lindjes diellit, e ke mëri sabahen. Kështu ka thonë Rasulullah a.s. Do më thënë qofë se shumë pak i ko, mos e le hajt priti dhe jo me njëherë. Qu, shpejt, merë vudu, lidhën saleh, Allahu Akbar, lidhë duart, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, në ruku. Në sejdet, edhe mundohesh me nëzanë sa të mojsh prej saleh, prej namazit, para lindjes diellit. Do më mos e zin asgjë, edhe mos të mashtron shejtani hajt se gati të kuka, atë është po presën, po flaj, jo, qu me njëherë falu.